Tjetri ka bo mëkate, thot ku mbo mëkate tash, po vjen marrë mi u lutë Zotit, sa ajo shumë i madhë, edhe tash unë o Zot më falë, ku mbo gjënohe, a i më thot, mund me më thonë mu, aha, ti po bëjsh gjënohe edhe tash po lypish me të falë, jebe kjo për i shejtanit, po normal, kur të bëjt gjënohe lutëm Zotit me më falë, kjo një prej formave kur Allah i të falë. Allahu Gjaleshanu ka thonë në Koran, o ju rob të mi të cilët e keni të pru me mëkate, la taqnatu min rahmetillah, mos e këput një mytin për Zotit, inna Allah yaghfiru dhunube gjemia, se Zotit i falë krejt mëkatet. Kjo pi bjen, që edhe nëse i ke bon krejt mëkatet matë mëdhaja në botë që eksistojnë, mas kufri po se po dhe tjerat, kur pendosh Allah t'i pranon, po të të mëse hop për mytin prej meje. Pse ti po thush marrë unë tash mi u lutë Zotit? Pse marrë? Njetën për mirësaj për i zatë Zotit, edhe u kry.